Dy aeroplan mbajtëse kineze të cilat u pan duke kryer operacione të njëkohshme në paqësor për herë të parë dërgojnë një mesazh politik për synimet ekspansioniste të Kinës të mërkurën Ministri i Mbrojtjes i Tajvanit. Ministri i Mbrojtjes i Japonisë tha një ditë më parë se shfaqja e aeroplan mbajtësve kinez tregon se Pekini synon të zgjerojë më tej aftësitë e tij për te kufijve. Ko tha se forcat armatosura të Tajvanit ka një njohje të plot të lëvizjeve të aeroplan mbajtësve. Kalimi nga zinxhiri i parë i ishujve në zinxhirin e dytë dërgon një mesazh të qartë politik dhe natyra e tyre ekspansioniste është e dukshme, u tha i gazetarëve në Taipei. Zinxhiri i parë i ishujve përfshin një zonë që shtrihet nga Japonia, Tajvani, Filipinet deri në Borneo, ndërsa zinxhiri i dytë i ishujve shtrihet më tej në paqësor dhe përfshin territore si Guami, një territor amerikan. Marina kineze, e cila po zhvillon aftësinë për të vepruar gjithnjë më larg brigjeve të saj, tha të martën se operacionet e aeroplan mbajtësve ishin stërvitje rutinë dhe nuk kishin në shënjestër ndonjë vend apo rajon të caktuar. Tajvani, të cilin Kina e konsideron si pjesë të territorit të saj, vëzhgon nga afër çdo lëvizje të ushtrisë kineze për shkak të stërvitjeve të rregullta dhe lojrave ushtarake që Pekini zhvillon rreth ishullit, që nga maj, Kina ka rritur dukshëm praninë anijeve luftarake dhe rojes bregdetare në ujrat në Azinë Lindore sipas dokumenteve të sigurisë dhe zyrtarëve duke shqetësuar kryeqytete rajonale. Ministria e Mbrojtjes e Japonisë konfirmoi se dy aeroplan mbajtëset po operonin në zona të ndryshme në paqësor të shtunën pranë ishujve të largët jugor që i përkasin Japonisë. Më herët Japonia kishte raportuar se këto aeroplan mbajtëse kishin lundruar brenda zonës ekskluzive ekonomike pranë një ishulli të izoluar në lindje të Aoshima.